këtu jemi në një vend që vetëm të shplodh, kemi ardhur për të shplodhur, se këtë javë kemi punuar shumë dhe kërcimi është shumë fort këtë javë. Shine on the one that's gonna left me blue. Well, it was on moonlit night. Që do na thot Roberti për këtë kërcim? Roberti do hikë, po. Për mua inshallah ikën. One that's gonna Ne dali më sumer me Robertin, kemi ardhur për të çlodhur. Hajde, do bëjmë foto. Do më bësh ti fare, pastaj po të bëj unë. Jo, bëj unë. Ishim në fshat, edhe do ishim shifti i balerinëve të fshatit. Valltarët e Valltarët e fshatit. fshatit. whispered on I love say goodbye. I said the moon of Kentucky. Mos. Ke bërë gabim. Shpiro, One that's gone. Erdha, nuk ika. Erdhe fuqishëm. Unë nuk e di, unë vetëm të hënën do vinë spektakël. E braktisim. Do rinë në fshat. Well, it was on moonlit night. Stars shining bright. Dy fshatarë. Dy fshatar modern. Hajde se do kërcim. Kam shpik një kërcim. Mos. Keep on shining. Shine on the one that's gonna left me blue. Jora dhe Graciano. Rregulloni pak frymarrjen ju, unë po pyes Jurin ndërkohë. Kam këtu të gjitha videot që vinë dhe nuk pushojnë, 45, 47, 48 mesazhe, 83 mesazhe, o zot, ç'bëhet kështu? 102 ka vajtur numri? Lexojnë që këto emrat Viola, Erdona, Elidona, Moza, Julian, Husa, Emra, Jeta Stafa, Jetmir Kanani, Eva, Alma, Anisa, Eni, Simoni, Fabiola, Niki, Ami, Sajair, Sajmir. I kemi marrë. I kemi marrë mesazhet tuaja. Janë të sigurta këtu në pikën tonë të montazhit, të shkojnë të gjitha. E kanë nga euforia e vallëzimit të VIP-at her pas here
Fusi ndonjë batutë lezetshme që bëhet titull print screenesh. Shkas nga një lajm që sot një ministër ta dorëheqën, mua më erdhi më parë Tahiri, nuk më erdhi ai tjetri, kështu që. Mirë. Të kuptoj Viola, të kuptoj. Tani do të dëgjojmë përshtypjet e Juris. Ky telefoni nuk pushoka. Prit, është një njeri që po i bie telefonit, edhe unë do t'i përgjigjem tani. Alo. Si e mirë? Është një telefon i ri që nuk di ta përdor, prandaj s'të bëj dot loudspeaker, po të dëgjoj. Dërgo videon tënde, mirë dëgjofshim. Thuaj që kanë folur me Alketën live në Dance With Me, në Korale. Natën e mirë dhe përshëndetje familjes tënde. S'di ta përdor këtë telefon të ri që më keni dhënë. Telefoni prap. Tani nuk përgjigjem dot më se kam një punë për të kryer këtu. Robert, më thuaj si të duk Viola dhe Drini sonte. Po kjo është antiteze e situatës. Ne kemi Drini që është një djalë shumë elegant, ndërkohë që edhe është gjetur përpara është përballur me situata që mund të ishte edhe nervoz dhe mund të kishte reaguar keq, edhe fakti është që ka qenë shumë elegant në fakt. Dhe çfarë dua të them tani? Dua të them që ti je artist, mbi të gjitha duhet të jesh qytetar. Pse duhet të jesh qytetar? Se duhet të jesh i pajisur me armë, si shija, si edukata, si formimi, sepse janë armë që na japin ne mundësi të edukojmë edhe ta bëjmë shije publikun. Dhe kjo ka jashtëzakonisht shumë rëndësi, sepse imagjino një kokë që është bosh edhe një prapanic plot, se ç'a bën. Pra, unë edhe një herë tjetër dua të them që ato situatat, ajo që kaluam pak më parë, mos përsëritet sepse është turp, nuk përfshihen fare në këtë lloj situate, e përsëris që në momentin e parë që do më pështjellohen zorrët, prap do ta lë sallën. Pra, keni kujdes. Jepini, domethënë, bëuni serioz në skenë, sepse kjo është ajo që na nderon, edhe ky është një show dhe po e përsëris që i jep këto mundësi, edhe është një investim gjigant që bëhet me këtë show, qoftë edhe moral, edhe fizik që jemi ne edhe kohor. Pra, hajde ta bëjmë gjë të bukur, edhe lërini këto domethënë, duhet vetë që kanë bëjmë me fshatar mali, domethënë. Kaq kisha. Pika. Jo, unë në fakt marrë shkas edhe nga kënga që kërceu më përpara Ingridi me Herionin, ishte kënga Më fal, unë mendoj se inati nuk mban gjatë, mua s'më mban as 3 ditë, kështu që unë e falë Robertin për disa ngjarje të mëparshme. Për çfarë do të falësh ti mua? Për çfarë do të falësh ti mua? Madje Robert them që shiko. Gjyshes ndrova mendje, se ma kujtoi dhe Roza gjyshen. Nuk do t'i them të fusia dy daska, por do i them që të marrit të kërceni njërës së bashku, sepse dhe atje mund të shohim një akt qyteterie. Unë të falë. Jo, theme dhe unë diçka, Berdi, vëllëm diçka, jo, s'ka lidhje me të. Më fal. Mundem? Kjo është një shembull pra. Edhe një herë tjetër, më veç që të them unë, të falun ty për thashë themet e tua, majtas djathas, po del ti dhe po më thua, po më fal mua. Dhe po tregon edhe një herë tjetër. Robert të falenderoj dhe shiko. për vëmendjen e madhe që më jep zakonisht. Jo, më nuk t'jap, ti do ta marrësh më vaj. Ti do ta marrësh, po ti je një Barbie, lec kemi goc, pa vlerë. Unë isha gjëja e dytë më e bukur atje. Faleminderit prapë. Po themi gjë. Futen kokë. A më na lera aty. Nuk kjo që më fal, Boll me këto, shiko, Alketa po themi gjë, këto ignoranca këtu në skenë do ndalojnë. Edhe një herë po. Po flasim për qytetarizëm. Kjo që po bën ti sot qytetarizëm e mua, ki kujdes. Po ti pusho tani. Ki kujdes Albert. Ki kujdes. Vorria, hajde po. Ki kujdes. Hajde bëj atyre që ke shtëpi. Okej? Pashi se i dua shumë nga. Stop. Kjo është situata, Alketa. Moza, unë refuzoj të përfshihem. Moza dhe Gala. Kjo është situata që po krijoni Alketa. Sepse ka njerëz që s'kan as formë as ditë artikulon dhe vjen këtu flasin budalliqe. Ti s'po tregon qytetarizëm i fare. Mos na mëson neve qytetarizëm. Mos na mëson. Ti ekziston qytetarizmi me këtë që po thua tani. Mendoj që neve të vazhdojmë programin me pikët edhe ta lëm. Bona, Berdi, Albi, them diçka që s'ka lidhje me këtë që po ndodh. Të lutem. Jo, dua të them vetëm diçka. Ne jemi një kast që dua të them diçka që për ta mbyllur shumë shkurt. Se mbrohemi në fakt, nuk kemi pse mbrohemi. Jo, nuk po mbrohem, po të lutem dhe ti më lër të flas, se nuk po them dot asgjë. Jo, s'po them dot asgjë dhe kam përshtypjen që
Tani, Bona, Berti, të lutem, duhet të them vetëm diçka. Për mua kjo të paktën si eksperiencë ka nisur e gjitha si një lojë për të argëtuar dhe për fakt po kënaqem shumë. Dhe që të gjendem në këtë situatë për mua nuk është as pak e bukur sepse nuk jam mësuar asnjëherë, të paktën gjatë karrierës time, që të përfshihem në një vorbull diskutimesh se çfarë thot njëri dhe çfarë thot tjetri. Jam mësuar të bëj gjërat dhe jam këtu ku jam vetëm përmes punës time. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme. Ka marrë përsipër gjatë karrierës time që edhe të dëmtohem, por dëmet e asaj që ka marrë përsipër kam kaluar vetë. Nuk dua që asgjë që ndodh në këtë skenë të më dëmtoj mua në asnjë rast. Dhe jo se është duke dëmtuar, por Berti e bëri krahasimin dhe tha që, domethënë, tek ty ka një ndryshim për pjesën e debateve që kemi pasur gjatë ditëve të fundit, por mendoj që gjithë secili të marrë përsipër përgjegjësitë e veta, kaq. Shiko, mos bëhemi tani pragmatiste dhe të shohim këto interesat tona të vogla. Tani ta marrim si lojë këtë gjë se kemi thënë që në fillim programit kjo është një lojë, mi jemi këtu për të kërcyer, për të kënaqur, për të argëtuar ç'është ky diskurs publik, ç'është ky diskurs i ulët publik që s'na shkon fare. Ne po kënaqemi këtu, po kënaqemi, është Dance with Me në Tërëplan. Këtu vërtet këndohet, bie shi me gjyma, bie breshë, pastaj del dielli, del ylberi. Pikët tuaja, Robert, pikët, që të flasi Albi, që të flasi, frymëzimi ka ikur në -1. Robert. 4. Valbona? Absolutisht për respekt të publikut që na shikon, po e mbyll këtu këtë bisedë. Për mua ju jeni të mrekullueshëm dhe kjo është opinioni im. Qytetaria është një akt personal, ka të bëjë me çdo njeri. Dhe me qënë se njerëzit atje na shikojnë dhe nuk duhet jenë pjesë e debateve tona, unë ju jap një 10 të madhe sot. O këtë muzikë revolucionare nga magjetet. Albi, dikush më dha një këshill dhe më tha mos bëj kur arbitrin s'ken. Kështu që unë kam hequr dorë, refuzoj të përfshihem situata, do qëndroj këtu lart në raport me publikun, dua që të jem gjithmonë korrekte dhe t'i them atë për cilën e kemi sjellë dhe kemi krijuar këtë format në Shqipëri, e kemi mundur ta realizojmë dhe ta materializojmë për t'ju kënaqur juve, për t'ju argëtuar. Albi, pikët e tua? Me elegancë, i përgjigjem elegancës tuaj sot me një 8.